الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله هو رسول الله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين وبعد يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون falënderimet, madhërimet, lavdërimet I përkasin vetëm Allahut Zotit të vërtet. Ai është I vetmi Zot I cili nuk ka të barabartë me të, është ai I cili posti nuk e meriton askush të adurohet. Ai as nuk ka lindur kënd, as nuk është I lindur, e me të askush nuk është I barabartë. Ne dëshmojmë dhe gjerojmë dhe pohojmë se zotëria jonë, kënaqësia e zemrave tona, Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar prej Tij. E më pas Allahu thot në Kur'an, o ju që keni besuar, o ju besimtar, friksojeni Allahut me një frikë të denjë, e mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë besimtar. E më pas ka lajmëruar Allahu Azza wa Jall në Kur'an për një shenjë tjetër prej shenjave të ditës së llogarisë. Ajo është njëra prej shenjave dhe alamateve të çuditshme nga këto 10 shenja të fundit dhe të mëdha për të cilat na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Normalisht shenjat e ditës së gjykimit të gjitha janë të habitshme dhe të çuditshme, por kjo pak më e çuditshmja, e cila do të ndajë në këtë kohë midis muslimanëve dhe jo muslimanëve. Është shenja e 4 apo e 5 në rend në atë hadithin që profeti sallallahu alaihi wasallam I gjeti një herë sahabët duke diskutuar në xhami në lidhje me shenjat e ditës së gjykimit. I dëgjoj që po debatonin dhe del nga dhoma e tij dhe I flet atyre duke thënë për çfarë po diskutoni. I tha në dëgur Allahut për shenjat e ditës së gjykimit. I tha nuk ka për të bërë dita e kiametit, nuk ka për të përmbysur kjo botë, derisa t'i numëroni 10 shenja të mëdha që do të lajmërojnë ardhin e kësaj dite. E prej tyre ishte dalja e Dejxhalit, për cilën kemi folën hyrë. Dalja, shfaqja e Ya'jugjve dhe Ma'jugjve. E prej tyre ishte zbritja e Isait alayhi salam. E njëra prej atyre shenjave e cila është përmendur gjithashtu në ajet kuranor është edhe dalja e një gjallëse apo e një kafshe nga toka e cila do t'u flas njerëzve. Një kafsh, një gjallëse e cila do t'u flas njerëzve për ardhjen e kësaj llogarie të madhe.
Allahu Azza wa Jalla thot: "Wa idha waqa'a al-qawlu 'alayhim", e në atë moment kur të plotësohet afati i tyre, njerëzve, llogarisë për të përballur me Allahun. Akhrajna lahum dabbatan min al-ard, në ato kohë do të nxjerrim për njerëzit një kafshë prej toke. Ana an-nase kanu bi ayatina la yuqinun, për shkak se njerëzit nuk i besojnë argumenteve tona. Kur të vi afati i fundit i kësaj bote, kur të jetë afruar dita e Kiametit, do të nxjerrim atyre një kafshë dhe një gjallës nga toka për t'i lejmëruar ata. E ka përzgjedhur Allahu Azza wa Jalla pikërisht një gjallës prej tokë dhe kafshë për t'i treguar që tashmë ky realitet do të bëhet që ju do ta shikoni me sytë tuaj. Një kafshë po ju flet. Dhe Allahu Azza wa Jalla e ka përmendur këtë në këtë sure për t'i tërhequr vëritjen dhe për ta lidhur me atë ajet për cilin Allahu Azza wa Jalla thot: "Ju afrua atyre llogaria e tyre." E megjithatë ata erdhin në atë kotësinë e tyre dhe në hamendit e tyre. Pra nuk afrohen tek Allahu, por mashtrohen nga jeta e kësaj bote. Për këtë normalisht ka folë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "La taqumu as-sa'atu hatta taraw 10 ayat." Nuk ka për të bërë dita e gjykimit derisa të numëroni 10 shenja. Tulu'i ash-shamsi min maghribiha. E para, lindja e diellit nga perëndimi. Do të lindi nga ana tjetër e do të perëndojë nga lindja. Wa ya'juj wa ma'juj. E dyta thot dalja dhe shfaqja e Xhujve dhe Ma'jujet. E treta wa dabbatul ard, dalja e kësaj kafshë që do t'u flas njerëzve. Pastaj ka llogaritur dhe ka numëruar disa shkundje apo 3 shkundje më eksaktësisht, njëra në lindje, njëra perëndim, njëra në gadishullin arabik, të cilat do t'i tmerrojnë njerëzit. Ka transmetuar Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Thalath idha kharajna la yanfa'u nafsan imanuha." 3 shenja nëse shfaqen nuk ka për t'i bërë dobi asnjë qenie imani i saj pas këtyre. Janë 3 shenja thotë që nëse ato shfaqen tek njerëzit, i arrin njerëzit, dhe njerëzit kur shikojnë to, pendohen, nuk i bën dobi më imani i tyre. Apo nëse imani i tyre thotë nuk ka lindur prej këtij imani diçka të mirë, pra prej punës. Thot, tulu'i ash-shamsi min maghribiha, lindja e diellit nga perëndimi. Kur të lind dielli nga perëndimi nuk ka më pendim, nuk pranohet më, se atëherë ti e pe me sy tuaj, ti e pe me sy, tani po pendohem, jo, nëse s'ke besu më përpara. E dyta, dalja e Dejjalit, dalja e këtij njeriu që do të jetë apo konsiderohet sprova më e madhe për njerëzimin. Dhe e treta thon dabbatul ard, kafsha që do të dalë prej tokës dhe që do të bëhet ndarjen e famshme të cilën dhe do ta përmendim. Këto janë 3 shenja për të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndryshe nga shenjat e tjera, ka thënë që pas këtyre shenjave nuk ka më pendim. Nuk i bën më dobi imani i atyre njerëzve që do të pendohen në këtë kohë. Që e vërteton gjithashtu daljen e kësaj kafshë është hadithi që profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: prej të parave shenjë që do të dalin nga këto 10 shenja të ditës së gjykimit, shenjat e mëdha, alamatet e mëdha të ditës së gjykimit janë tulu'i ash-shams, lindja e diellit nga perëndimi i tij,
dalja e kafshës ditën ku do t'u flas atyre ashqare. Do t'u flas atyre. Dhe thot, pa marrë parasysh se cila prej tyre do të dalë para, e rendit do të vijojë me njëherë pas saj. Pra i ka lidhur daljen e Dexhalit, lindjen e ditën e Perëndimit dhe daljen e kafshës, të treja të lidhura së bashku. Pa marrë parasysh se doli Dexhali i pari, apo doli i fundit, apo doli i mesme. Shoqet e saj, thot, shoqet e saj janë me njëherë që do të renditen. Po si është kjo kafshë? Çfarë ka treguar dietarët tanë lidhje me këtë kafshë? Çfarë është, si do të jetë? Faktikisht Allahu Azza wa Jalla ka përmendur në këtë ajet kuranor duke thënë dabbe, që do të thotë gjallës. Mirë po, komentatorët e Kur'anit kanë përmendur se ajo mundet të jetë një kafshë. Ka përmendur Imam al-Qurtubi në tefsirin e tij disa thënie që e sqarojnë se çfarë është kjo kafshë. E para thotë është një kafshë që e ka origjinën nga deveja e profetit Salih apo nga populli i Salihut. E ka origjinën nga kjo kohë. Por mundet të jetë thot edhe ajo kafsha e cila është përmendur në hadithin e Dexhalit, të cilin ne e përmendëm në hutbën që shkoi. Ku ata njerëzit, ata arabët u thuan det, i humbi deti, i çoi në një gadishull dhe ati gjetën një kafshë me flok ku nuk diktoheshe para apo mbrapa, nuk diktoheshe ku ishte këmbët apo kokën. E kjo kafshë i foli këtyre njerëzve. Këta u trembën, kujtuan se mos ishte ndonjë shejtanesh, mos ishte ndonjë xhin. Atëherë e pyetën, i tha, kush je ti? Si ka mundsi një kafshë po flet? I tha, më lini mua. Pak rëndësi ka gjendja ime dhe çfarë jam dhe kush jam unë. Por shkoni tek ai njeriu, tek ajo shpella, se do t'ju tregoj diçka akoma më të rëndësishme dhe një lajm akoma më të habitshëm nga unë. Kur shkojnë te njerëzit dhe gjetin te njeriu të lidhur dhe i tregon që unë jam Dexhali. Dhe i tregon që tashmë koha është afruar dhe e pyetin për ato pyetjet e famshme për ligjendin e Tabarijës, për disa shenja për ardhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për luftrat që kishte zhvilluar ai etj. E kështu dietarët e kanë lidhur këtë kafshë se do të jetë ndoshta kjo kafshë që do të dalë në fundin e këtij ummeti, në fundin e kësaj bote dhe do t'u flasë njerëzve që ata të besojnë për t'i lajmëruar njerëzit që tashmë dita e gjykimit ka ardhur, pikërisht ajo ditë që ju nuk e besonin se do të vinte. Ndërsa një mendim tjetër, të cilin e ka përmendur dhe Imam Shaukani në tefsir, ka thënë se kjo kafshë ndoshta do të jetë ai gjarpi i cili është gjendur në qabe kur ajo është ndërtuar. Kur arabët, para se të bëhej pejgamberi jo pejgamber, thuhet 5 vite para martesës me Khadijën radhiyallahu anha, u mblodhën të gjitha fiset arabe kur i shite dhe thanë që do të ndërtojnë tashmë shtëpinë e shenjtë Kaben. Dhe ranë në ujdi të gjithë paria e fiseve që secili fis do të hedhë kontributin e tij për të ndërtuar themelin e shtëpisë, për të ndërtuar Kaben. Mi po arabët në të kohë shisin e binë alkohol, kishin para jo të pastërta e tjerë. Kur futën ata punëtorë për të ndërtuar Kaben, shikojnë në themelet e vjetra të Kabes
sepse Ka'bja është ndërtuar thuhet që kohën e Ademit alayhis salam apo që kohën e Ibrahimit alayhis salam. Dhe arabët e kishin trashëguar këtë dhe e kishin ruajtur dhe e kishin gjetur shenjtë. Kur futen këta punëtorë, nuk futeshin dot për shkak të një gjarpri që gjendeshe në themelet e Ka'bes. E që nuk i linte ata që ata të punonin. Ngrihet njëri prej fisit Mahzum edhe u thotë atyre, ndoshta paratë tona nuk janë halal, ndoshta pasuria jonë që kemi grumbulluar për të kontribuar për Ka'ben nuk është pasuri e pastër që e pranon Zoti jonë. Ti grumbullojmë edhe një herë, të gjejmë një pasuri të pastër dhe ndoshta ai Allahu do na japë rëndësi. Dhe vërtet ashtu ndodhi. Grumbulluan pasurinë më të pastër që ata kishin dhe i gjarpri u zhduk. Imam Shokani ka sjellë të lidhje në tefsirin e tij duke thënë se ndoshta është ky gjarpër për të cilin po flet Allahu Azza wa Jalla. Thuhet se kjo gjallës apo kjo kafsh kur të dalë, do të dali me shkopin e Musait alayhis salam. Kur të shfaqet, se thuhet sipas disa transmetimeve, ajo do të shfaqet në Mekë. Do të dali prej Mekë, e thuhet më specifikisht në Safa. Prej asaj do të dali kjo gjallës apo kjo kafsh do të dali bashkë në shkopin e Musait alayhis salam. Thuhet në disa transmetime që do të dali bashkë me unazën e Sulejmanit alayhis salam. Kush është puna që do të bëjë kjo kafsh? Pse do të dali kjo kafsh? Normalisht për fjalën për cilën Allahu Azza wa Jalla thotë yukellim an-nas, që do t'u flas njerëzve. Kanë thënë që do t'u flas njerëzve me fjalë të qarta që ata i kuptojnë, që duhet kishin besuar më përpara. Ata do t'i kap një pikëllim në atë kohë kur t'i flas kjo kafsh, e kur t'i lajmëroj për ditën e gjykimit, për shenjat e kësaj bote, atëherë njerëzit do t'i kap ky pikëllim. Fjala e dytë thuhet se puna e saj është që për t'i ndarë njerëzit në musliman dhe jo musliman. Me shkopin që ajo do të mbartë në vete, do të prek hundën apo ballën e çdo njeriu besimtarëve, do t'u shkruaj këtu mu'min apo muslim, pra besimtar ose musliman, ndërsa jo muslimanëve do t'u shkruaj kafir, jo musliman, kafir, jo besimtar. Sa që thuhet në disa transmetime, në këtë kohë do të ndahen njerëz në dy grupe, e nuk ka të tretë. Sa që kur të tregtojnë njerëzit mes vete të thonë o musliman, më shqip këtë, ai thotë po jo musliman. Dikush do të ku e bleva për filan jo muslimani, dikush do të bleva tek filan besimtar. Do të jenë të ndarë. E kjo me shenjë të dallueshme nga kjo kafsh. Gjithashtu kanë treguar se në këtë kohë kjo kafsh do të flasë njerëzve gjithashtu për imanin e tyre. Do të flasë njerëzve për atë keqardhje që ata nuk kanë besuar deri në këtë moment. Allahu Azza wa Jalla thënë kjo për shkak se njerëzit nuk i besuan ajeteve tona që ne kishim dëgjuar, që me ardhen e pejgamberit, që me ardhen e argumenteve, që me ardhen e fakteve që i nxirrte Allahu kohë pas kohe. E në atë kohë kur t'i flasi kjo kafsh, atëherë njerëzit do t'i bin lapsë, thotë, pas ka qenë e vërtet. E pikërisht këtë e ka treguar Allahu Azza wa Jalla. Thotë, inna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Kjo e do ta nxjerrim këtë kafsh për t'i
njerëzit në atë kohë se pjesa që ata kanë kaluar ka qenë e kohë dhe kanë qenë në humbje. Dhe se e vërteta është Islami, e vërteta është imani për cilën ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por ka ndodhur disa hipoteza që kjo kafsh nuk është një kafshë me fill, por thuhet se janë disa gjallësa që do të dalin prej toke, ashtu siç ka treguar Allahu Azza wa Jalla kur ka vdekur Sulejmani alayhi salam. Kur ai vdiq, u mbështet te shkopi i tij. E gjindët ishin duke punuar për të, sepse ai ishte kryetari i tyre. Ishte përgjegjësi i tyre, ai urdhëronte ata si të donte, sepse i kishte kërkuar Allahut një pushtet që nuk do ta kishte askush post tij, deri në ditën e Kiametit. Madje edhe pejgamberët e tjerë që erdhën pas tij, me në krye profetin tonë alayhis salam, nuk kërkonte gjëra që do t'ja prishnin këtë dua Sulejmanit alayhis salam, sepse ai i bëri dua Allahut duke thënë: "Më jep një post, diçka la yanbaghi li ahadin min ba'di, që nuk do ta posedoj këtë askush post dhe pas meje." E në atë kohë, kur Sulejmani vdiq, nuk e morën vesh gjindët dhe ata ishin duke punuar, duke menduar se ishte akoma gjallë. Ata e morën vesh derisa Allahu Azza wa Jalla nxori dabbe, pra ka përmendur fjalën dabbe, kafsh, për krimat apo mizat të cilat e brejtën shkopin e Sulejmanit derisa ai u rrëzua prej tokë. Aty e morën vesh gjallësat që Sulejmani tashmë kishte vdekur. E kjo është një argument që askush nuk e di fshehtësinë përveç Allahut Azza wa Jalla, madje edhe xhindët, madje edhe engjujt. Kushdo qoftë nuk e di të fshehetën askush. Xhindët, edhe pse ishin llogaritën prej xhindëve më të fuqishëm në atë kohë, nuk e dinë që ishte vdekur. Allahu zoti të dabbe. Pra dabbe ka për qëllim krima apo mizët që të brejtën e kalbën shkopin e Sulejmanit dhe ai u rrëzua. Pra, të gjitha këto janë disa fjalë të cilat e përshkruajnë se si është kjo kafsh, e cila do të dalë në këtë kohë të vështirë. E lutë Allahun Azza wa Jall për vete dhe ju, e lutin Allahun se një shfalës në shërus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأفضل الصلاة على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Normalisht, shenjat e ditës së Kiametit, shenjat e ditës së gjykimit, duhet i kemi parasysh për shkak se ndodhinë e tyre nuk e di askush përveç Allahut Azza wa Jall. E meqense shumica dërmuese e shenjave të vogla të ditës së Kiametit kanë dalë, kanë ngel vetëm një pakicë shumë e pakët për tyre për të dalë. Normalisht ngelet që ne të dim rreth tyre, të dim dalin prej tyre, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fundja ja ka treguar këto shenja ummetit të tij që ata të përgatiten për këtë ditë të frikshme. Sikur se ka thënë në një hadith transmetuar nga Imam Muslimi në Sahihun e tij, thot badiru bil a'mali sitta. Shpejtoni në punë të mirë, garoni në punë të mira para se t'ju dalin 6 shenja prej ditës së Kiametit. Pra, shpejtoni në punë të mira, rregulloni vetën tuaj që t'jeni të përgatitur, t'jeni të para përgatitur para se t'ju dalin këto 6. Në këtë hadith ka përmendur profeti 6 dhe jo 10,
për e tyre ka përmendur daljen e Dejjalit, daljen e kësaj kafshë për të cilën ne po flasim, e të tjerë. Pra, qëllimi është që ne të përgatitemi, sepse thamë, vetëm pak shenja na kanë ngel nga shenjat e vogla, që mund të llogaritet ardhja e Imam Mehdiut, zbulimi i pasurisë nga lumi Eufrat, disa që nuk, apo konsiderohen shumë të pakta sa që ne na duhet vetëm një hyrje për të përmbledhur gjitha shenjat që nuk kanë dalë. Aq pakta janë. E lutem Allahun Azza wa Jall që të mos i arrijmë këto shenja, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk do t'i arrijë këto shenja vetëm se njerëzit më të këqij të kësaj bote. Vetëm ata të cilët e kanë kundërshtuar Allahun, e kanë mohuar Allahun, vetëm ata do t'i përjetojnë këto shenja, sepse ato janë të tmerrshme, ato janë vërtet të frikshme. Njeriu në ato kohë do të zgjohet si besimtar, do të ngryset si jo musliman, do të ketë trazira, do të ketë huti. E për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka parë përgatitur momentin e tij për të njohur me këto shenja që gjithë secili t'i thërrasi vetes, t'i bëjë llogari vetes para se t'i arrijë këto gjëra. E lutem Allahun Azza wa Jall për vete edhe ju, e ju luteni Allahun se vërtet ai është falës. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wa aqimus salat.